Paqja me ju, vëllezër dhe motra. Në këto ditë të kohës së kreshmeve, Krishti kisha na ka dhënë 3 armë për të luftuar kundër tundimeve të djallit. Një armë është agjerimi. Të premten, liturgjia e fjalës na ka folur për agjerimin. Një armë tjetër është lemosh. Dje kisha na ka folur për lemoshen në shkrimet të shenjta. Sot na flet për një armë tjetër, arma e lutjes. Edhe Krishti mëson discepujve të vet mu lut. Nëse kujtojnë të mërkurën e përhime, Krishti na ka thënë që të hymë në dhomen tonë edhe që të mbyllim derën, edhe atje në fshehtësi të lutim Atit tonë. Atëherë lutja e vërtet nuk është një lutje e bërë ashtu për jashta duke kërkuar që të tjerët na shohin që të mendojnë mirë për ne. Por është me kërku një intimitet me Zotin, me taku Zotin në realitetin që ne jemi, në realitetin konkret që kemi, ashtu si kemi zemrën, me të gjitha këto ndyrësitë, me të gjitha gjanat edhe gjanat e bukura të mira që mund të pasin në zemër, në realitetin ashtu si kemi. Ashtu si që kemi me mu drejtu Zotit edhe mu lut. Edhe ne që nuk dim si mu lut, si me qa me kërku me të vërtet, gjanat e mira me të vërtet, Krishti vetë na mëson ne fjalet që duhet të përdorim në lutje. Gjanat që me të vërtet kemi nevojë me dëshiru. Lutja vërtet është një dialog me Zotin. Edhe në çdo dialog nevojitet përpara që ne të dëgjojmë. Nuk mjafton vetëm me fol, kjo është monolog. Ka nevojë që ne të dëgjojmë fjalën e Zotit. Edhe leximi i parë pikërisht edhe rreshti që këndohet përpara Ungjillit sot na kujtojnë që kemi nevojë për fjalën e Zotit. Që ta dëgjojmë atë që të na shndrit jetën, që të shohim çfarë kemi në zemër, por edhe çfarë kemi nevojë. Edhe lutja që Krishti na ka mësuar është një lutje që është frymzuar prej Zotit, është fjala e Zotit që na mëson çfarë duhet të dëshirojmë. Atëherë lutja e vërtet është një palestër dëshire. Ashtu thot Shën Agustini. Krishti me këtë lutje me atë hyn na defton çfarë janë gjanat më të vlefshme, gjana që me të vërtet për të cilën ne kemi nevojë, që ne ta dëshirojmë ato gjithmonë më shumë, edhe jo vetëm për ne, por edhe për të tjerët, sepse Ati, edhe kjo është diçka themelore në këtë lutje, që ne drejtohemi Atit që na don pamash, që jemi fëmijët e Tij. Edhe Ati nuk është vetëm Ati im, është Ati ynë. Edhe gjanat që unë kërkoj edhe për vëllezërit e mi. Të ta shohim pak këto kërkesat që bëjmë në lutjen. Përpara ne kërkojmë që të jetë shenjtëruar emri i Zotit. Do me thënë që ai të shenjtëroj emrin e Tij në ne edhe në të tjerët. Si e ka shenjtëruar në Krishtin. Do me thënë që ne të hymë në kryq, në kryqin tonë të përditshëm, që mund të duam të tjerët, ashtu si Krishti në kryq, duke u bindur Atit e duke falur të tjerët. Ashtu shenjtërohet emri i Zotit, do me thënë që në ne të shifet imazhi i Atit tonë. Do me thënë që duke parë ne ta lartësojmë shikimin ndaj Atit, si me Krishtin. Krishti na tregon fytyrën e Atit e vet, me shira pa mas. Kërkesën e dytë është
ardhë mbretëria jote. Do me thënë që të vi Shpiriti Shenjtë me banunën e, edhe që Zoti të jetë Zoti ynë, që ai të drejtoj jetën tonë, që Krishti të jetë Kyrios, zotëri në jetën tonë. Pastaj kërkojmë u boft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Do me thënë që ne nuk kërkojmë që të realizohet vullneti ynë. Ne kemi mësuar shumë keq me mendu gjanat njëjtë që kemi në zemër, që ndoshta edhe nuk kanë asnjë lidhje me vullnetin e Zotit. Edhe kena mësuar me kërku to gjana që ne dëshirojmë, që ndoshta edhe kundërshtojnë zemrën e Zotit, e Krishtit, edhe me kërku me lutjen e Ati yni. Jo, Krishti na ka mësuar diçka tjetër. Krishti po na ka mësuar që është mirë, po me kërku çfarë ne mendojmë që mund të jetë mirë, po në fundit me besu krejtësisht jetën tonë duarve të Zotit. O atë, nëse është e mundur që të kaloj prej meje këtë kelk, por që të mos pahet vullnesa ime, por vullnesa jote. Pastaj kërkojmë na jep sot bukën tonë të përditshme. Do me thënë kërkojmë bukën, jo vetëm bukën për gojen tonë, bukën për ata që kanë uri, por kërkojmë bukën e vërtet, që është Krishti. Na jep sot që të ham Krishtin, jo vetëm në Eukaristinë e Shenjtë, por edhe fjalën e Tij, edhe që të ham edhe vullnetin tënde. Krishti thotë, unë kam një ushqim që ju nuk njihni, edhe ushqimi im është me ba vullnetin e Atij që më ka tërkuar. Atëherë që të ushqehemi prej fjalës së Zotit, prej Eukaristisë së Shenjtë, prej vullnetit të Zotit, edhe prej ushqimit, prej pilafit edhe, me thëmë për gjanat konkrete për jetën tonë fizike. Pastaj kërkojmë na fal ne si falim ne fajtorët tanë. Do me thënë imi të thanë, o Zot, ashtu si unë kam pas mëshirë për atë person, ki mëshirë edhe për mu, por në të njëjtën kohë imi të thanë, ashtu si unë urrej atë person, edhe nuk ka qansë që unë ta fal atë personin, nuk dëshiroj këtë gjë, mos me fal as mu. Tërkurajo, kjo është lutja e fëmijëve të Zotit, e atyre që kanë filluar me pas dhemshuri për të tjerët, sepse kanë eksperimentuar dhemshurinë e Atit, mëshirën e Tij, edhe kur ne lusim me këtë lutje, jemi duke kërkuar edhe që zemra jonë të jetë ma e madhe për të falur të tjerët, për të jenë gjithmonë ma shumë të mëshirshëm si Krishti është i mëshirshëm, si Ati është i mëshirshëm. Kërkojmë pasaj edhe që të mos na lërë të bijem në tundim. Do me thënë që të mos mohojmë Zotin, që gjanat në këtë botë të mos na largojnë prej Tij, prej Krishtit, prej Atit ton, që të mos zbresin prej kryqit ton të përditshëm. Gjë e shtatë, na liro nga i keqi, na liro nga shulmet të djallit, që të mos bijem në mashtrimet e Tija, në këto tundimet, bi sigurin, bi historin ton, bi idhujt të botës, si Krishti që ka kënë të tunduar në shkretë e Tij, që dhe ne të fitojmë, të mundim djallin, kurajo, por jo vetëm që të mundim djallin, por edhe e kërkojmë edhe të mirën, edhe fizike, të mirën shpirtërore, na liro nga të keqijat. Që lëvdu Krishti.